me zyrë New York, pra me zyrë New York, dhe kjo u theksua shumë, po ku Veliaj, për herë të parë, temi e pranoi vetë, përmes avokatëve të tij, pra në rrugë legale, ligjore dhe zyrtare, se po ka një komplot midis drejtësisë dhe partisë së tij për ta hequr nga Bashkia e Tiranës. Erion Veliaj, që pas shkarkimit të tij në fund të shtatorit, është përplasur disa herë me qeverinë, por përmes avokatëve të tij këtë të martë, ai regjistroi përplasjen e parë frontale me Edi Ramën. Përmes një raporti të fundit të hartuar nga dy zyrat ligjore ndërkombëtare, Veliaj flet hapur për atë që ai e quan persekutim politik ndaj tij. Veliaj ka publikuar një pjesë të raportit ku ai flet për distancim të qëllimshëm të tij nga ana e qeverisë, nisur nga vendimi i Këshillit Bashkiak deri te dekretimi i datës së zgjedhjeve për Tiranën nga presidenti. Zhvillimet e fundit politike kanë shtuar shqetësimin se çështja e kryebashkiakut Veliaj është një përpjekje politike e hartuar për ta hequr atë në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë nga posti i fituar në mënyrë të rregullt si kryetar bashkie. Në shtator Këshilli Bashkiak i Tiranës, duke cituar paraburgimin e pavullnetshëm të kryebashkiakut Veliaj, e shkarkoi atë nga detyra. Persekutimi politik që referohet nga Veliaj detajohet në brendësitë e raportit të dy firmave legale, një në New York dhe një në Londër, ku thuhet se ngjarjet e shtatorit kanë ekspozuar më tej motivimet politike që shndrojnë në themel të këtyre procedurave. Këtu veçohet fakti se Veliaj nuk ju dha e drejta që të shprehej në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që vendosi shkarkimin e tij. Dhe këtu qëndron dhe akuza më e fortë e Veliajt. Sipas tij, qëllimi i qeverisë Rama ka qenë që ta burgos, me qëllim që ta largojë nga drejtimi i Bashkisë të Tiranës. Paraburgimi pa justifikuar e kryebashkiakut Veliaj ka shërbyer si pretekst mbi të cilin autoritetet shqiptare të përpiqen ta largojnë në mënyrë antikushtetuese nga detyra dhe të mohojë qytetarëve të Tiranës të drejtën e vetqeverisjes. Dy zyrat ligjore të Veliajt shprehen edhe për procedura gjyqësore të ndjekura për të, që sipas tyre nuk janë të zakonshme. Në harkun e 8 muajve thuhet në raportin e publikuar prej Veliajt, ngjarjet kyçe kanë krijuar përshtypjen e pamohueshme se hetimi penal ndaj Veliajt nga SPAK nuk është një hetim i zakonshëm. Sipas tyre, Veliaj mbahet në paraburgim që prej muajit shkurt, pavarësisht faktit se ai nuk paraqet rrezik për t'u arratisur, rrezik për të penguar çështjen e SPAK-ut apo rrezik për të ripërsëritur veprat e supozuara për të cilat akuzohet. Pas arrestimit, Veliaj në fillim akuzoi prokurorin Olc Dado, i cili ndjek çështjen e tij. Por tani, ndërsa pretet e një vendim të kushtetueses, duket se ish kryetari i Bashkisë së Tiranës ka vendosur të heqë dorashkat dhe t'i dalë përballë atij që e quajnë fajtor për burgosjen dhe eliminimin e tij politik, Edi Ramën dhe qeverinë e tij, ku dikur bënte pjesë. Me që dohet të nisa me ju, kjo është shenjë e parë një lufte të hapur, apo jo? Pasi akuzat e Velis janë serioze, janë me fokus të qartë dhe për më tepër, pavarësisht se është thënë vetë tret, ai e endorsi, e mbështeti atë pasi e shpërndau vetë dhe ju e pam dhe titullin që kishte deklarata vetë zyrtare për persekutimi politik e Erion Veliajt, ku përmendet Këshilli Bashkiak, përmendet qeveria dhe sigurisht përmendet dhe SPAK. Pra akuzat janë të rënda. Dhe tani nuk kam vend për interpretime. Do sjell 3 momente të cilat vinë si argumente për, ose si prova të them për argumentin që do të nxjerr. Para sa kohësh, disa drejtorë të PSD-s u shprehen që armiku i tyre dhe ai me cilin ata kandidat është Erion Veliaj. Sepse thënë, kur ne ishim në atë hallin e madh, Erion Veliaj tha, të rinë t'i qoshë atje dhe ti ballafaqohen drejtësisë. Njëri për ty është liruar dhe një është në arrest shtëpie. U lirua për arsye shëndetësore, mos gaboja. Po. Së dyti, para sa kohësh dëgjoja një komentator politik nga Kosova, i cili thonte që është e vërtet që sapo bë mitingu i madh për UÇK-n, që UÇK nuk ka ekzistuar në Kosovë, thonte. Dhe vetëm kaq. Po UÇK ishte një lëvizje marksiste dhe strategjia e avokatëve të Thaçit në Strasburg, në gjykim, është që ky ishte vetëm drejtues politik, po vetëm kaq. Nuk ka marrë pjesë në luftë dhe nuk ka patur luftë. Ishte një intervistë te Syri TV.
Çfarë lidhje kanë të dyja? Tani këto kanë lidhje dhe së treti, dje personi më agresiv kundër Ramës në media ka qenë Arben Ahmetaj. Duke i mbledhur gjitha këto treja, arritën të konkluzion që natyra njerëzore që nga çuditshme. Që është e dobët. Është e çuditshme. Dhe pse e themi gjë të tillë? Ka një fakt që në atë raportin që publikuan dje avokatët amerikan, duket që kanë ndërtuar një strategji të mbrojtjes së Erion Velis. Është mbrojtje me sulm, Është mbrojtje për ta futur në kanale politike dhe për ta bërë të dënuar politik. Skema, unë e kam thënë prekosh një gjë të tillë, që skema që përdorin politikanët për të mbrojtur veten e tyre dhe pse janë ndërgjeshëm në krye të veprës penale, është politizimi i çështjes dhe futje në kanale politike. Ka strategji tashmë që do ta futë në atë kanal. Unë kam qenë mbrojtës i Erion Velis sepse kam parë dosjen dhe kam thënë kjo dosje se po më hapit, prandaj me të që po të shiko, dua të thash natyra njerëzore është e çuditshme. E kam parë dhe kam thënë që kjo dosje nuk përbën arsye për këtë agresivitet kaq të madh të spakut dhe për izolim të Erion Velis. E kam thënë një gjë të tillë dhe mund të kem qenë nga të paktët që kam dalë në mbrojtje të Velis. Siç edhe analizat e mëtejshme kam thënë, Erion Velia tashmë në këtë pozicion, detyrën kryesore të tij ka të mbrojtë përpara ligjit në mbrojtje të vetes ligjore të vetes vet. Ka përzimin në korridore politike, më vjen dyshim tashmë diçka që pse u shmang debatit ose mbrojtjes ligjore në provimin e fakteve që nuk e ka kryer penale, por duket është një seancë datë të ditës premte. Ai ka të premte në dispozicion, por duket që mund të ketë edhe dhënat natyre tjetër për të mos thënë që gjykata kushtetuese nuk gjykon statusin ligjor dhe juridik të Erion Velis. Gjykon një vendimarrje nëse ai duhet shkarkohet nga kryetar bashkie ose nuk duhet shkarkohet. Por ai se i shkarkuar, se i pashkarkuar, kushtet fizike të tij janë që është në arrest, ai praktikisht nuk është kryetar bashkie. Çdo vendim gjykatës kushtetuese nuk ja ndryshon gjendjen. Nuk ndryshon absolutisht, ai do vazhdojë të jetë në gjendje arresti dhe në këto kushte lufta e tij është në një moment egoiste, dhe interpretohet si e tillë, interpretohet. Në një moment tjetër është një aksion përsëri juridik i tij për të prodhuar edhe një që kur ta shpjerë çështjen në Strasburg, dhe duket që Erion Velia është i bindur që çështja nuk do ta mbyll në Shqipëri, do ta shpjerë në Strasburg. Por kur ta shpjerë në Strasburg do ketë shumë argumente të cilët do t'i ketë në krah të tij. Sot ose dje u shoh edhe një argument tjetër që goditja e tij është politike. Që për mua futja e kanaleve të debatit politik e rëndon statusin ligjor të tij dhe të perceptimit ndaj tij, jo të militantëve, të kuptohemi. Jo krahasohet me rastin Ahmetaj, që është e njëjta është jo pak a shumë, por ka kalimi nga mbrojtje ligjore në mbrojtje politike. Unë them po që se politikani përdor argumente të mbrojtjes politike, ai e ndjen veten që përfundimisht betejën ligjore ka humb dhe streha për të mbrojtur është korridori politik. Nuk më pëlqen për të vërtetës. Pavarësisht këtyre diskutimeve, nuk e fut fare në debat, e fut thjesht në skem, jo në debat në politik, po e fut thjesht në ndryshim, sepse po ta shikosh në avokatët që e nxjerrin. Natyrisht me miratimin e tij. Jo, ai është përndau vetë. Pra nxorën dhe jetën e veta sociale që i ka shumë popullore. Avokatët i kanë dhënë akses mbrojtjes politike. Pra ka marrë endorsement ti sigurisht ka marrë mbështetjen e tij. Pa diskutim, po s'ka ata. Sepse edhe titulli ishte persekutimi politik i Erion Veliajt. Pra ishte titullin që dije që pas titullin thash prit, u përgatitet një skemë e re e mbrojtjes, Dhe unë më tepër e shoh në këtë kuadër ku tashmë Erion Velia ka thënë dy duar janë për një kokë. Dhe kjo flogërta më është hapje lufte totale me Partinë Socialiste, pra edhe divorc me të, patjetër. Tani në qoftë se Erion Veliaj do e bënte këtë deklaratë në momentin që po përplasej me Olz Dadon, në ato momentet e para të pasionit tepruar dhe nervave që e kishin lëshuar, mund të thonim që mund të jetë momentale. Kjo është e menduar. Pra, kjo nuk është momentale, nuk është
nerve sipër. Kjo është strategji. Pajtohem me atë që thot Meshja. Ne nuk du të diskutojmë a është divorc dhe a është luftë. Kjo, si thaj, kur të flasë unë tha, ti do jesh lajmi i fundit, ka thënë dikur Veliaj. Tani, Veliaj ka folur, po ka folur pak. Ka nisur një luftë, është vazhdimsi kjo. Hera e fundit kur Veliaj ka folur, ka qenë në TikTok kur ka thënë këtë fjalin që po them unë. Kur unë të flas, ti do jesh lajmi i fundit.